Në qytetin e dytë më të madh të Kosovës, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës Shaqir Totaj ka fituar raundin e dytë të zgjedhjeve lokale me 53.9% të votave, duke e rimarrë udhëheqjen e komunës së Prizrenit. Kundërshtari i tij nga Lëvizja e Vendosje, Artan Abrashi, mori 46.1% të votave. Në këtë raund të dytë kishin të drejtë të votojnë mbi 191.000 qytetar, ndërsa procesi u zhvillua atë diele me 9 nëntor pa incidente të mëdha. Në qendër më të madhe të votimit në qytet, ndër të parët që votuan ishte Zek Berisha, 81 vjeç, që prej dekadash nuk ka munguar në asnjë proces zgjedhor. Po marrën këto votimet sodi që janë, është shofra e atyre që janë Hag. E kur dirin ata, në shofrë të gatshme kanë ullën. Për që ta këna ullën. Tu, kur s'ko në Krahasti edhe bashkëshortja Farie Berisha, 78 vjeçe, tregoi se për familjen e tyre pjesëmarrja në zgjedhje është një traditë që nuk thyet. Hiç. Gjithmonë ke marrë pjesë Të njëjtën ndjenjë e ndan edhe Hamdi Morina, 73 vjeç, që ka votuar pa ndërprerje që nga zgjedhjet e para e pas luftës. Vazhdimisht votoj qysh kur ka të nis votimet. Kosova shpesh herë po bën zgjedhje. Po pra, shumë shpejt. Çfarë mendimi ke? A është domosdoshmë apo diçka? Kam mendim që këto zgjedhje të shpeshta që po bëhen shumë jo në mënyrë që duhet. Mënyra është shumë e mirë, por nuk kemi nevojë me shkulla kështu në zgjedhje shpesh. Për arsye se veç jemi vedisu, s'kemi na mushka me priti o zgjedhje, po duhet mi zgjedh bashkë njerëz adekuat që na përfaqësojnë ne. Megjithse Prizreni ka një peshë të veçantë politike ekonomike në Kosovë, koalicioni lokal mes LDK-s dhe PDK-s, si edhe epërsia e Shaqir Totaj në raundin e parë, ndikuan që vendosjet të mos investojë shumë në këtë balotazh, duke e përqendruar energjitë në komunat ku kishte më shumë gjasa për fitore.